Tek e fundit mirëmëngjes, është ndoshta dita e parafundit e janarit, po dita e fundit e punës javës, apo se e premte. O, zot, faleminderit, se jemi direkt për fluturim sot. Jemi për fluturim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kolegë, i cili ka ecur deri vonë me parimin çdo gjë që fluturon hahet, është parim kinez, domethënë. Çdo gjë. Nëse fluturon hahet, ka dhe nga ato që fluturojnë, për shembull pulat e detit, s'para ama hahet, bën një pshesh, kolegë. Vazhdo, ke 3-4 copë të nga viti i ri. Ke bërë me copa. Po, normalisht. Por ka dhe gjëra të tjera, çdo gjë që zvaritet të populli kinez hahet. Dhe nuk e ka fjalën për ngjarjet. E ka për ato ngjarje të frikshme me shumë dhëmbë. Sot me që jemi veshur gjithë për kryeshnosh. Ishte rastësi në fakt. Diçka duhet këtë ndodhë, nuk ka mundësi të... Lëm pas kujtimet e... Koleg, nuk dua të analizojmë ngjarjet e javës. Kuptoj, qartë. Kështu që më mirë e lëm kohën të rrjedh dhe flasim të hënën për atë që ndodhi dje, par dje dhe par sipër. Koha është si do vetë. Koha është të ri, të e dim. Shiko, janar është në funditës. Po, pra. Nuk është ç'a doni ju, ç'a prisni. 30, nuk është janar më, domethënë tani po në shkurt, pak a shumë. Ky muaj i shkurt, kaq mund ta parashikosh, ka 28, 29 apo 30 ditë. Sa ka këtë? Janar shkurti... Sa ka këtë vit, sa ka? Shiko, po nëse rastësisht nuk e duar, do heq çorapet shofshte. Nuk bëhet të këmbët, e kam provuar. 28 ka. Të vit. Të vitin tjetër sa ka? 29 dash zoti, pra nëse vjen. Pse viti brisht kur i bie? Viti brisht, koleg, është çdo vit i cili do të pjestohet, pra shifra do të pjestohet me 4, por jo me 400. Kjo është e bukur. Pse e diti këto gjëra? Pra viti 2000, 2400, 2800 nuk janë. Nuk janë. Ndërsa 2004, 2008, 2000, kurdo. Fal, po pse viti 2000 nuk është? Sepse ç'a ndodh? Është një 3 minutë që nuk e di se çfarë që të pron, mblidhet, dhe hin 400 vjet, e rregullon situatën. E qartë. Është një gjë kështu matematike. Ku isha unë atë ditë? Koleg, o ka lut Juvja, o ke lut ti, domethënë, se s'ka mos. E kuptoj, mos e qartë. Mirë, ka edhe probleme tjera. Unë me Fabin vuajmë nga e njëjta sindrom. Unë pak më rënd, se janë 2-3 vjet më i madh se Fabi në moshë, por kur dalësh nga shtëpia në radh parë duhet i lësh gjitha gjërat në rregull, apo jo, domethënë. Unë fiksimin më të madh e kam me rubinetet. Me rubinetet, po. Duhet të jenë në kështu. Po, unë kam me çelësat e dritave. Rubinetet edhe duhet të jenë gjithë në të njëjtin drejtim, domethënë. Po. Është e frikshme. Shiko, mua familjarët më quajnë pak si të luajtur. Të luajtur, por vërtet ju betohem nuk e shëron dot. Po kështu tryezën në cilën ke ngrënë mëngjes, si duhet ta lësh? Si për tryezës kam një si quhet një mbulesë silikoni për ta mbrojtur. Ajo duhet të vi teh me e kuptova, duhet të vi në çdo kënd. Në çdo kënd, nuk duhet të kalojë jashtë. Atëherë, të kokrat blu në mëngjes, një të verdh në drek, edhe një të kuqe para gjumit. Jo, ma ka dhe mua nuk funksionon. Nuk funksionon. Krevati, për shembull. Krevati, duhet të rregullohet para se të largohesh. Dinat që janë anash, duhet të vinë drejt me kokën, është e komplikuar shumë. Unë për shembull, ti e di që nuk flej vetëm, por ama kur çohem pjesën time, e ke gjithmonë rregulloj, patjetër. Parfume duhet të jenë gjitha në një rresht, fushja dhëmbe. Si? Duhet të ketë një rend të caktuar që shkon bashkë me ajo me cilën duhet të jenë gjitha në rregull. Do shërohemi. Kur? Kur vdesim. Kur vdesim, ajo duhet të jetë arkmor, duhet paralel me grop. Patjetër, do të lë me shkrim. Është vërtet është shqetësuese. Po ti pse bën shkrim më mirë se ne mo? Unë kam të tjera kolegë që mos t'i them më mirë. Po thuj vetëm gjatë pak. Mos ma hapat. Bëj që jam takuar dje me ty. Mos ma hap. Kur zbres, kolegë, në katën e 5 është një komshi që lë këpucët e dera. Ja rrugor. E frikshme. Nëse janë kështu, do më thënë, unë nuk vi do të punë. Dhe të mendosh do më që më t'jesh vonë për punë, por ama do në rrugullu to. Apo jo, zoti Monk. Qa më kujtove, Me kur je vot, apo s'do të lesh? Zonja e shumë mirë, është verandi lajt. Po.
Ka dhe më keq. Po, derën nuk e kam, derën e kam të fiksuar që... Derën e të reqe dhe nuk me eshme. Shumë mirë, shumë mirë. Mua, e di qa më bëm përshtypje në gjithë këtë bisedë, që ky bën sigurisht mirë. Kjo më bën jashtë një shumë përshtypje. Do të në nëzirë kesh neve. E frikshme. Le të flasi për gjërat toksore, do më për gjërat cilat unë nuk i vuaj në jetën time të përditshme as kolegu, me thënë drejtë. Po t'ju bëj një pyetje. Përveç se vazhdoni të jeni martuar, kjo nuk është me lajm. Ky nuk është me lajm. Tani e di pse vazhdojmë të jeni martu? Se nga njëherë harrojmë që jemi martu. Po se po u kujtume? Vazhdojmë të. Okej, telefonat tuaj keni me kod, i keni me password, i keni me identifikim fytyre, si? Jo. Pa kod fare? Fare, pa kod fare. Pa kod. Jo, nuk është se... Ti ke televizor për telefon, kështu që nuk... Qa ke me telefonin time, nuk është... Po ti, me që nuk e martuar, si e ke telefonin? Me kod, pa tjetër. Me kod, të ndodhë të hapë tani. Me gjitha, kodi nuk është gjithmonë, tani mendoj unë e kam pas pa kod, por e kam bërë me kod sepse kam fut karta dhe kreditin në telefon, nuk kam qatë bëjë, ta kërkon aplikacioni me detyrim vendosjen e kodit, por kodin e kam shumë të thjeshtë, më thënë, e kam njësoj me kodin që kam... Për vetorin e martesës? Jo, me kodet që kanë këto platformat Pay TV për filmat me heroin të heshtur. 1, 2, 3, 4, ose për ta forcuar kodin, 5, 6, 7, 8. Po, pra... Që ta bësh të pathyshëm. Po, pra... Kështu është kodi imi i Wi-Fi? Kodi internet. 1, 2, 3, 4. E ka vendos kompania? Atëre forcoj, bëj 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Okej, në regull. Me gjithë, le të shojmë, ka njërës i vendosin kështu gjërash për të shpëtuar kontrolit të afërmëve të tyre të zemrës. Mos kontroloni, rini qetë. Kushta? Nuk mirë kështu. Pa të spaku që të bëjmë? Po nëse nuk je pra një hekuri. E mirë është ta bash i hekur afër për çdo rast. Në prizë. Selfie bën? Pa tjetër. Bëj. Në vëndet të caktuar. Pas për shembull kishe bërë disa foto në Londër. Po. Të gjitha me shi. Një ditë bajtë dhe në sfond ishte ajo vajzë e plakur, të ecë në shi. Vajzë e plakur? Është poezie, shpëtim roqit, është kënga. Po nuk më shkon mua. Po jo, nuk të shkon, po... Jo, sepse ti nuk je më vajzë. Po, jo, një foto që postova ishte me atë London Bridge. Me London Bridge edhe 2 çuna që ishin kandidat tu ka përdore. Ishin indian. Indian... Edhe ti futesh në muhabet me çdo çift që... Po bëja foto, ata kaluan dhe kishin... Ka përdorë. Kishin ka përdorë. Mos tu min rrugën. Nga Roma Kërrit i dalove që janë indian. Ata këndonin këngën Ne jemi dy shqiponja, ruptir. Po. Me gjithë ka plot njerëz si bëjnë foto kudo që një do, fotot që pëlqejnë më tepër janë fotot e ashensorit. Sepse është pasqyra gjithmonë e pastër. Pasqyra e pastër. Ose foto në tualet, pëlqejnë ata fotot e tualet. Sepse është tualeti i pastër. Po. Ka foto pastaj në vende historike. Në restorante, fotopjatash, foto. Kam pas një shokun, që kishte një, e ka dhe kolegu, është një shok, ka një apartament modest në Pogradec. Dhe i tha një fëmijët vet. Shko të lutë më ndisë ngrojën, se ishte dimër, do shkojnë të kalon të fundjavë. Fqinji, jo vetëm që andezi, bëri foto në shtëpin në dhomë në ndënjës shokut, postoj në rrjetet sociale, etj, dhe kur arriti shoku i tha, jo ja me qerane këtë shtëpin. Qofë se të kujtohet, apo jo. Është skenar filmi gatshëm. Po. Pra ndaj, foto kudo që keni mundësi. Mbetën kujtim, fundja, kur je i mërzitur, i hap, i shef. Foto kështu me skaf, ke bërë në njerë? Me motor, pa e ditë motorin? Jo. Me vark, me vela? Në jahtë, po. Te veliera me gjyshin? Jo. Mos ke bërë foto, ti thonë. Me Lamborghini? Me Ferrari? Shkuptim ka. Je kot fare. Zotria qeshi sepse ajo tha Rena Ulta, po jo, si që kemi pas të dhe ne dikur. Por, shumica e shqiptarve, unë e kam sjaruar. Shumica e shqiptarve e njojnë si Rena Ulta, Rena. Po ti ke bërë dhe frëngjisht në shkollë? Unë s'kam bërë frëngjisht. Jo, gjumë dyte ka pas gjermanisht. Gjermanisht nuk e mësova. Po. Nuk do të thot kjo që nuk... Në shqyqy që mësova anglishtën, pa.
Anglisht diti qka, Absolutisht. Pse thua këshu do, kolega? Për të nuk humbem, gjithsesi. Nuk humbet. Si u more vesh në Londër? Për bukuri? Me shenja, me shenja. Po në Shqip, po kolegë, se 1 në 5 atje flet Shqip. Ose indisht. Nese, anglishtja duhet pa tjetër është një gjuhë ndërkombëtare, tashmë është futur edhe në përdorimin e përditshëm, edhe në gjuhën Shqipe. E kemi, po. Për shumë kam dëgjuar vajza cilat i drejtojnë djemve në gjuhën Shqipe, edhe me shpreje pak të ngjyrosura dhe ta i përgjigjen pak ju. Sepse vinë nga shtëpitë e barit. Nuk ishte atje shtëpi bari. S'kishte? Jo. Po atër kënga... Nuk ishte, aty ku ishe ti, në House of Parliament, edhe në Big Ben, aty nuk ka, edhe në Eye of London. Nuk ka. Janë Qikmandej. Qikmandej, dhe më thënë, Greenhouse, ju. Greenhouse, po. When the grass is green... Edhe pse quhen Greenhouse, të green nga korrenti, kolegë. Po. Me gjëtë duhet mësoni anglisht dhe duhet ta praktikojmë. Pa tjetër duhet. Edhe me veten. Prindit tuaj kanë filluar të flasin anglisht? Babit i pëlqen shumë që në të ardhme të afërt të zhvendoset të jetoj, kështu që në një fjalë u amësa. A do të zhvendoset në Londër? Do ikni gjithë si familje? Po bëjmë bashkim familjar. Do bashkohesh edhe ti me ta? Do bashkojmë tani. Që do bëjmë këtu? Shumë. Po pas ca viteve, jo tani shpejt. Pas ca viteve, që do bëjmë më këtu, do bëjmë që të bëri përshtypje më tepër? Bërë përshtypje, unë e njoh atë zojën. Në mësues anglisht, është mësues anglisht. Jo. Okej, vazhdojmë më tej. Pas pak, Nikola ndoni për herë të parë, do ta kemi në lidhje direkte se është në Gjermani, duke mbaruar palestrën tani edhe do na lidhet direkt. Ai është këshillues i mjekësisë holistike. Dhe sot do flasim për rëndësinë e kafeinës në trupin tonë, se sa më na bën kafeja. Çfarë dëgjoni kështu këshillash? Gjithsesi, domethënë sa mirë na bën kafeja dhe sa e këshillueshme është të pihet mbi 4 filxhan në ditë. Sa kafe pini unë? 2 përballoj, se pastaj kam një aritmi të tmerrshme. Nikola, nga kanceri i mëlçisë deri tek tumoret në qafë dhe kokë, benefite që na vijnë nga... A mund ta bëjmë skip komplet pjesën e Nikolës? Është studim. Studim. Kush e ka studiu? Nikola. Nikola. Koleg, si do rishti pa folur në këtë pjesë? Unë njëherë do flasë. Njëherë. Po fola si e policinë Gjermani ndër. Nikola, që do na jap shumë këshilla. Pas ka tumore në qafë. Nëse ka fjallën për qafën e mitrës, apo në qafën? E ka përmëndur, i ka përmbledhur, nuk e di se çfarë qafe. Çdo filxhan shtesë kafej në ditë është i lidhur me një rrezik 20% më të ulët krahasuar me zero kafe. Pra, mos pini dekafeinato. Kam përshtypjen, kolega, është bërë grosist kafe, Nikola. S'ka mundësi, domethënë. Por, pas kafes, do prekim edhe epidemin e shëndetit seksual. Pra, që të jemi më riprodhues, mos të kemi rëndje të hormoneve, duhet të konsumojmë e para punës pse flet në shumës? Se sensibilizohen me të një e dyta pyetja që na bëhet më shpesh. Jo, po ne kemi dal vit, ç'na duhen ha mish thot ky tjetri. Ha mish dhe peshk, sepse pa produkt shtazor nuk ka shëndet të mirë seksual. Po kishim vegetarian të jo po jo. Nikolën. Piramida ushqimore u përmbys dhe kështu u përmbys. Trumpi. U përmbys Trumpi dhe i syrtyku i Kenneth. Dhe që mos t'ju lëm pas dhe me dhimbje të kyçeve, përveç obenit. Gjitha këto do i bëj? Artriti dhe dhimbja. Pi kafe? A mund ta marrim atë çmimin që se do ajo zonja t'ja japim? Nobel për paqe. Jo, zonja, zëvendës presidenti. Okej, nuk ka. Si t'i kurojmë dhimbjet e kockave në përmjet ushqimit. Sepse kolegë... Ne kemi mënyrën, kemi obenin tonë, ku duhet pse duhet me dalë nga televizioni për tu. Iku dhe Nikola, por jo, do vi pas pak, iku si prezantim pjesën që mos keq kuptohet. Nërsa në pjesën e dytë do të kemi 2 gjyshe fantastike. Gjyshe? Super gjyshet, që marrin timonin, udhëtojnë, mësojnë makinën dhe bëjnë punë jashtëzakonshme që jo shumë gjyshe. Pse po t'i japësh makinës të gjyshe? Më fal tash, foto me gjyshe ku kemi këtu? Unë flej i gjyshe që jep makinës ka 25 vjet. Po janë disa gjyshe tjera që nuk e kanë guximin akoma për t'i dhënë makinës dhe kemi një instruktore fantastike makinash. Vetëm për gjyshet. Ariana Baçi,
është një instruktore autoshkolle, dhe Eva dhe Maro, që janë kursante. Vënë të rgojnë të gjithë aventurat që bëjnë së bashku tek sa në makinën. Do t'i kemi në studio. Nuk është shumë. Pytje, me që janë gjyshe, me marshe manuale, mësojnë? Do t'a pyesim tu, sepse moda ka ikur. Ka ikur për qa? Për t'i dhënë makinës me marsha manuale. Automatike kanë bërë. Jo moda, koleg, po s'ti mësojnë më, do më thënë. Madje një nga këta, do më thënë, brezi këtyre kur shkon, që do të vjetë në një makinë, do të është, si shka një kod, 1, 2, 3, 4, 5, nuk e ndes do. Seriosisht e këtë? A, nuk mësojnë më më? Dhe shumë bukur të shohër super gjyshe shofere ta një. Me marshë manuale, po automatike? Automatike, lërë manuale, Niku. Sepse, kjo mo është kolek mund të ketë dhe frikë, përveç para gjykimeve që ndodhin. Po i nga smojnë në rrugës, i nga smojnë. Autoshkollat paralele, konkurente dhe mundet. Mirë, ja do i njojnë këtë në vinë në studio. Ndërsa në lidhje Skype, do të kemi një personazh që shumë i famshëm në TikTok, sidomos. I famshëm se ne nuk e kuptojmë as i fjallë, dhe më zagonisë. As një fjallë, Dibra në fakt i ka këto. E ka, dialekte. Shanë kishtë e vështirë. Vështirë, shumë. Si Skocia, si Walesi, që me zi kuptohen. A i quhet Bledi Xhelili, është voci virali rrjeteve sociale. Voc, ti e di që do me thonë? Qunë. Po. Po, e kam pa vocin. E ke parë vocin? Po. E kam parë, është i lezeqëm, sepse reklamon bukurit e vëndit të veç, fletë për jetën e ti. Ka një dozë ironie, ka shumë të madhe, në fakt. Po, si a kuptoj gjithë dozën, po... Do në shpjegoj disa fjalë që aji i përdorë shumë gjatë videove, gjatë prezentimit të videosh. Për shembull, traklojmë... Lëre, të kjo fjallë, në lëjmë të du. Lëre, edhe gja anglisht e është e vështirë. Zaket e vnjeshme do thot që vlen, që je... Bof shtaponsh. Jam, disa fjalë, u bof shtaponsh, ne themi u onjsh. Këtë unë, si mund të themi tironse? Koleg, ka qenë më e bukur kutia fundit. Po, kjo është e vërtet. A i për 9 vite që tonë në Francë, por e habiqme si Parisi, Franca, nuk ja ka equr akoma dialektin Dibran. Dhe Mbidja nuk i ka equr nostalgjinë për malet e Dibrës. Dibrën, dhe duan t'i bëjnë nuse, nuk e dipë se s'po... Kjo ishte e bukur, kjo ishte e bukur. Duan t'i bëjnë nuse. Atere, kuptuam arsyën pëse e kemi thirur. Sa vjetë që është që duan t'i bëjnë nuse? Nuk e di, nuk e kam pyetje. Se kështu duket gogja qungo lekë. Po, sepse disa video, për shembull, disa nga... Që ka dhe tip familjar, do më thonë si natyre. Janë të shumë të videot që tentojnë vazhdimisht... Kanë interes gocat që të bëjnë nuse e ti? I komentojnë shumë, po ai nuk po di të zjedh. Po tani aty, Bureli, Dibra... Ka vështirësinë e zgjedhjes, koleg. Pastaj ka një gjë, ku Londra, ku Parisi. Ti e di që nga Franca në Angli kalohet me tunel, me tren. Prandaj, e di kush e ka bërë tuneli? Të dy bashkë. Jo, koleg. Ideja e tunelit e vizatoj Pandimaj. A, tani, koleg, dhe më, ku jenë tonë? Po. Ka një studio dentare në mes për çdo rast, koleg, që kur kalon, së më shta dhe më dhe mbala. Dhe për ne nuk fliste. Nese, dhe më. Pas pak me Nikolën. Nuk do komentoni, do dëgjoni këshillat. I pranoni, si pranoni, mos pini kafe fundja. Po ne do themi tonën, nuk kemi këtu... Unë një gjys. 2 pillë. Po pëse s'bën do të gjys kafe ti? Tani, në qofë se nuk pi 4, mëze kanceri? Jo, larkë qofë. Pas pak me Nikolën.